Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Gjirokastër ku një 12 vjeçare dyshohet se është abuzuar seksualisht për 2 vite me radhë nga partneri nënës së saj, Kelmend Krusa. Shtetasi Kelmend Krusa së bashku me vëllain e tij Klodian Krusën janë autor të dyshuar të vrasjes së Artur Leshit, babait të vajzës së mitur që dyshohet se është abuzuar seksualisht. E mama e vajzës së mitur, pas zhdukjes në rrethana të mistershme të bashkëshortit të saj në vitin 2018, i cili më pas u gjeti vrarë, u largua në drejtim të Gjirokastrës duke bashkëjetuar pikërisht me Kelmend Krusën, ndërsa me vete mori dhe fëmijët e saj. Trupi Artur Leshit u gjeti dekompozuar në një kanal në dhjetor të vitit 2018, pasi ishte shpallur i zhdukur prej 8 muajsh. Denoncimi është bërë në 25 janar, kur vajza është paraqitur në komisariatin e policisë e shoqëruar nga ëma. Sipas burimeve zyrtare, nëna dhe vajza ishin paraqitur edhe një ditë më parë në komisariat, por ishin të lequr pa depozituar kallësim. Pas denoncimit të bërë, policia ka nisur procedurat hetimore për rastin. I dyshuari ndodhet aktualisht në masën e sigurisë arrest shtëpie për një tjetër çështje penale, konkretisht për përfshirje në vrasjen e babait të vajzës. Pas kallëzimit të fundit ndaj tij është regjistruar një procedim i ri penal. Burime pranë hetimit bëjnë me dije se familja jetonte në kushte të vështira ekonomike. Nëna e të miturës nuk ishte e punësuar ndërsa i dyshuari punonte në mënyrë të rastësishme. Prokuroria në bashkëpunim me strukturat e policisë për mbrojtjen e të miturve po vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.